që më pëlqeu shumë në Francë, ishte që njerëzit mendonin për të ardhmen e tyre. Njerëzit merrnin kryesisht njerëzit që unë kisha shok miq francez, bënin pension privat. Paguanin pension privat. Pra, aq larg. Shiko, çuna gocat moshës tënde po them. Po, e ke vënë kush janë turistët në Shqipëri? Mosha e tretë. Sepse ata mendojnë, mentaliteti i tyre social, struktura shoqërore ishte mosha e pensionit, ishte mosha më e bukur, më besoj kjo ishte shumë e vërtet, mosha më e bukur për të jetuar. Mosha e pensionit. Mosha e pensionit. Mentaliteti atje mendoj që ishte në gjithë Evropën, por në Francë ishte kështu, që ishte si gëzimi i jetës, sepse ti mbaroje gjitha detyrimet e jetës, fëmijë, njërën tjetër, dhe pastaj mendonin vetëm për vete. Por të mendosh për veten duhet të kesh disa kursime të ardhura, të t'i heqësh pak e nga pak. Po, dhe ata bënin për shembull pensionin privat. E kishin nga pak. Përveç të shtetit që e kanë. Përveç të shtetit që e kanë, ata hapin një fond, po them, interesante është kjo. Pensioni privat. Se di ndodh në Shqipëri. Dhe e ke vënë që të gjithë turistët këtu janë mosh në pension. Sepse ata kanë hequr të ardhura dhe shijojnë jetën, bëjnë turizëm. I kam parë. Janë mirë me shëndet. Kam ble apartamente në për jug, domethënë janë realisht janë shumë. Po, e vërtet është shumë e vërtet. Këtë po bëj dhe me thënë drejtën nga ata u nisa dhe unë, po e bëj dhe unë në Shqipëri. Se ka në Shqipëri? Po, ka. Pension privat, po. Bëhet këtu në Shqipëri pensioni privat? Po, kam kartën. Çfarë thua tire? Do ta bësh dhe ti. Ç'është ajo, more? Fondi Sigali investimit. Bëri reklam. Sigali the? Ore prijeti, s'ka gjë. Jo, është e vërtet. Jemi euro dua për këtë gjë tani që foli ki. Jemi euro mua se ata them prap Sigal. Jemi lekë tani, jemi 500 urrit. E bëka Sigali këtë gjë. Po, se pak rënd Sigali po them. Po, e bën Sigali dhe është realisht është një opsion shumë i mirë për të ardhmen. E sa kursenti? Për shembull? Po unë kursej ka arrit një kompani shqiptare ka bërë një gjirokastri kursej. Realisht është kursej po të thuash 500 lekë në ditë. Si 500 lekë të vjetra në ditë. E sa do dali fondi pensioni pastaj po? Po të del vut. Po të del ore. Ore sa del si 500 lekë dita, 15000 lekë në muaj? Apo 5000 lekë dita? 150000 lekë në muaj. Një kafe në ditë, një kafe në ditë. E kursenti? Po ti mund ta kursej. Pra heq këtë, heq te fondi jot. Po edhe ujin me gaz. Kafe ujë. Ore mjafton kaq, pastaj do jetosh me hotel me 5 yje kur të vesh pension. E dua u të jetoj vetë blej shtëpi Dubrovnik. Pra kjo është, po ta mendosh në logjik të thjeshtë, ne në përditshmëri shpenzojmë gjëra që Kështu që mos u ankoni më për pensionet ju mosha e tretë, kishit kursyer te Sigali. Barja. Çfarë kemi ne? Do më paguash për këtë reklam. Utja, ti do bësh 50% gjë kafe do ba vësh ti bua te fondi tani.